Bro, jetu e diskutuni diçka që nuk e di saktë çfarë është, mas pari. Jetu e diskutuni diçka që nuk e di as saktë çfarë është. Që nuk jam prej asnjë gjë fare. Po jo, bro, jetu e diskutuni diçka që as nuk e din saktë ato çfarë është. As mua nuk ka ide të bëjnë diskutim sa do duan. O bro, nëse a bën veç sa ngom, se veç ja të ngu, o scenario, please, ngom veç sekond. Patjetër, po. Patjetër. Hajde bro, je shumë i mirë me fol, veç dëgjues ma i keq nuk ka se ti. A dem po ta them kështu. Okej, hajde. Dëgjues ma të keq se ti s'ka. Jepi. Vallai drejt ka. Seriozisht bro, më kënaq kur fol, më kënaq. Të ngoj me orë të tona, po si në gjendje 5 sekonda me ngu tjetrin. O zoti. Çto e ki dopsi? Ma thuaj tani, ha. Edhe nëse është qashtu, ma shumë ishe kritiku nëse nuk më kishe zgjedh mu. Mal, ti e ke gabim. A për shoh bro, po ngam veç 5 sekonda. Po nuk bëj unë diskutime me ty që mos kritikohesh. Jo, bëj është diskutim zemre. Po tjetë ashtu, zemra s'ma bën ndryshe. O çuna, tash. A kupton? Do më dëgjoni. Ma shumë ishe kritiku. O plak, le kritikën. Lëre kritikën. Ço të dytë. Zemra s'ma bën ndryshe. Scenario. Çi ka kritikën? O scenario, nuk ka pikë logjike tjetër nëse për veprimin që ke bërë. Ore, Çfarë do lloj pozicioni me kon? tash, më fal, tash që të dy se jeni Terezi. E kuptoni që çfarë po bëri tash po i bëni dëm. Fix. Ai Terezi ko po ballo vllash. O bro, çfarë të mos jam me mendje fare. Stallesh ti? O scenario. Nuk ka pikë diskutimi këtu, Çfarë kryma po vetë. o ti çum tash. O bro, këtë di njerëz dë raportin që kena na dy. Kemi debat me këta njerëz. Çfarë shqetëson se kuptoj? Kemi debat me këta njerëz. Çfarë do të lëm këta të bëjnë si duan e ton çfarë duan.